uje. Nuk është e lehtë. Mbi 1000 familje, si ta zëm peshkun dhe jo të u adhurojmë peshkun. Shënjestër.net. Përshëndetje për ekipën e shkëlqyer të Shënjestrës. Po ju drejtohem këtu prej shtetit të Afrikës të Kenjas. Kam ardhur që disa ditë jam duke vizitu disa projekte që Islamic Relief, organizata të cilës i takoj, i ka implementuar të kaluarën. Furnizohen me ujë mbi 5000 familje afrikane të cilat nuk kanë pas qasje në ujë të pijshëm dhe qasje për pastrim. Domethënë sistemi që funksionon këtu për këtë komunitetin, për disa fshatra. Ato që e kemi ndëgjuar shpesh duke thënë që ne duhet njerëz të mësojmë si ta zëm peshkun dhe jo të u adhurojmë peshkun. Pikërisht atë projekt e ka implementuar Islamic Relief Worldwide. Ka investuar në disa familje ku ato bashkarisht i përdorin mjetet të cilat Islamic Relief u ka siguruar, e që është një anije e tillë përmes së cilës këta zojnë peshqe edhe në baza ditore pasi ti kapin peshqit edhe i qesin në treg. Jeta e tyre ka ndryshuar duke fol këtij projekti. Mbi 1000 familje të cilat janë shumë të lumtur për projektin të cilin Islamic Relief e ka realizuar këtu. Për çka bëhet fjalë? Për ato që është më e nevojshme për jetën e njeriut, e që është uji. Derisa ky projekt nuk ka qenë implementuar, kanë ecë çdo ditë 5 kilometra në një drejtim dhe 5 kilometra në kthim, domethënë i kanë bërë 10 kilometra me aq ujë sa kanë mujt me marr me bord një person deri në 20 litra. Është me qindra metra thellësi. Në momentin që mushet ujë nalt ai rezervuari, panelet solare pushojnë së funksionuare, edhe familjet rregullisht kanë ujë të pijshëm. Personi që përkujdeset për projektin, do me thonë, e ka rregullu për vete, edhe në kësë kushte në mësu, e qojnë jetën, do me thonë, në këtë formë, jenë rritë dhe vazhdojnë me jetu në kushte të vështira. Në posë sa vështira është, se prapë nuk është e letë. Ta zakonisht e arrin me qitë edhe mi ku, po në smej. Në qëto të kushte jetojnë. Shënjestër.net.